Goja e ti, a është qelës mi qelë zemrat e njerëzve me dashtë Allahun dhe pejgamberin, me dashtë prindin, me dashtë muslimanin, apo muslimani me ofendu muslimanin dhe me shajt muslimanin, edhe në rrjetet sociale. Pas ka gabu filan hoxha, edhe qëtash do të muqu mu marë, e kanë nëzirë për kontekstit islamofobët, edhe mu marë një avdit 2 milion musliman se hoxha pas ka gabu. Po ti se ke falas drejka, sabat, ti gjithë ditën shirkë Allah ti bajnë. A bashkë që aty të pas ka me drejtu fjallën e një hoxhës? Ti argati kujna je? Argati dini dhe muslimanve, apo argati shejtanve dhe bashkëpunëtorve të tëne? A e ke tjerë këtë mesele, a e ke ba i të kanë, ti a e ke sharu mirë këtë mesele? Apo e ke marrë të gatshme që ta ka servu dikush në stall? Edhe pe ofendon dhe pe sulmon vllaun tanë musliman. Dikujna i dhem veshi çka ka më ndëgju këtë ligjërat. Ata që e kanë dhënë hipotek shpirtin dhe zemrën shejtanit i dhem zemra atyve. Dhe i pengon dikujna thirrja në punë të mirë dhe largimin nga e keqja. Prandaj e gjujtmja e islamofobëve dhe dinësëzave ndaj muslimanit dhe islamit dhe muslimanëve dhe hoxhallarëve është në pikësonim në avantazh rregullisht në portale dhe në media sulmon hoxhallart, se i pengon shejtanët janë aktiv në punë, nuk i lan me bë musliman punë të mirë. E prandaj wasbir ala ma asabek, unë duna mutut, jo, unë duna me bë sabër dhe më u thon o vllazni, na musliman, Allah na ka dhënë shahadetin, na ka dhënë namazin, këto janë mirësitë më të mëdha që s'ia ka dhënë kurkujna, na ka dhënë neve. Atëherë na vetë të riorganizojnë dhe të lidhim zemrat tona me thirrjen punë të mirë dhe largim nga e keq.